Gjatë vizitës së punimeve në ndërtimin e spitalit Tërshova 2 në Beograd mbrëm vonë, presidenti Aleksandar Vučić tha se kishte diskutuar rrugën strategjike të Serbisë dhe situatën gjeopolitike me komisioneren europiane për zgjerim Marta Kos dhe se kishte informuar atë për vizitat e ardhshme të tij në Shtetet e Bashkuara dhe Rusi. Edhe pse siç tha ai në Europë nuk e shohin me simpati udhëtimin e tij në Moskë, Vučić vlerësoi se takimi me Marta Kos ishte shumë i dobishëm për Serbinë. Analisti Petar Donić vlerësoi për Kosova Online se vizita komisioneres europiane është një sinjal i mirë dhe një mesazh i qartë se Serbia luan një rol qendror në Ballkanin Perëndimor. I pyetur pse dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës nuk ishte në agjendën këtë herë, Donić thotë se kjo tregon faktin se kishte edhe teme të tjera gjeopolitike në truez. Gazetari italian Alberto Fazzolo vlerësoi në një intervistë për Kosova Online se serbët në Kosovë jetojnë në një kafaz për 26 vjet dhe se Europa ende nuk e kupton thelbin e problemit. Fazzolo vizitoi Kosovën për herë të parë në vitin 2000 dhe shtoi se pas 25 vitesh pozicioni serbe nuk ka ndryshuar. Ai beson se KFOR-i nuk e ka përmbushur misionin e tij themelor dhe se arsyeja për këtë është mungesa e interesit. Kosova është një bazë ushtarake shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është e vetmja gjë që është e rëndësishme për ta. Atyre nuk e intereson asgjë tjetër, madje as nëse Kosova është nën kontrollin e mafias, vlerëson Fazzolo për Kosova Online. Për herë të parë që nga kriza konstituimit të institucioneve të reja të Kosovës që filloi 2 javë më parë, kryeministi me mandat teknik Albin Kurti foli për këtë temë para mediave. Kur u pyet nga gazetarët, ai tha se së pari është e nevojshme të konstituohet parlamenti dhe vetëm pastaj qeveria, por nuk deshi të përgjigjet pyetjeve shtesë në lidhje me dështimin e zgjedhjes së Albulena Haxhiut si kryetare e parlamentit. Kurti tha se ka gjatë kësaj vizitës së tij sot në Istok, kur vendosi gurthemelin për projektin e strehimit social. Analisti politik Shenol Muharremi vlerësoi se aktivitetet e fundit të Albin Kurtit janë një sinjal i qartë se ai tashmë ka filluar fushatën parazgjedhore. Muharremi renditi një sër ngjarjesh që ai i sheh si pjesë e asaj strategjie e cila thot ai bazohet në veriun e Kosovës, patriotizmin, nacionalizmin dhe polarizimin. Si shembull që vërtetojnë tezën e tij, Muharremi përmendi prerjen e Sheritit në Leposavić, mbajtjen e Plisit në Buletin, flamurin Kuqezi në Kuvend, vendosjen e gurthemelit sot në Istok dhe përballjen e vazhdueshme me parti tjera. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj njoftoi se 2 përfaqësuesit nga radhët e pakicave, Duda Bajle dhe Veton Berisha, shprehen gatishmërinë e tyre për bashkëpunim, prandaj shpreson se është e mundur të formohet një qeveri opozitare. Sipas tij, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza mund të bëhet kryeministri i saj sepse partia ka më shumë vota, por nëse arrin një marrëveshje si me PDK-n ashtu edhe me LDK-n, edhe Lumir Abdigjiku do të ishte i pranueshëm për mua, tha Haradinaj. Pas ndërprerjes së 8 të seancës së Kuvendit të Kosovës do të vazhdoj seancën konstitutive nesër dhe ish zyrtari i lidhjes së komunistë dhe Azem Vllasi thotë se nëse nuk ka zgjidhje për krizën parlamentare, duhet të ketë presion nga qytetarët për të zgjidhur atë. Ai sugjeron që qytetarët të mblidhen në një numër sa më të madh të jetë e mundur dhe të rrethojnë parlamentin dhe nëse deputetët nuk zgjedhin kryetarin, atyre të mos u lejohet të largohen nga ndërtesa e Kuvendit. Analisti politik Ilir Deda paralajmëron se Kosova do të paguajë një çmim shumë të lartë për bllokimin e institucioneve dhe një prej tyre është se edhe një herë humbi trenin për në Këshillin e Europës. Ai thotë se ndryshimet në botë nuk janë qartësisht në favor të Kosovës, veçanërisht nëse ajo ka një qeveri që është e paaftë për marrëdhëniet ndërkombëtare. Rritja çmimit të energjisë elektrike prej 16.1%, e cila do të hyjë në fuqi në Kosovë nga nesër, nuk do të jetë e vlefshme për veriun dhe kryetarët e 4 komunave me shumicë serbe besojnë se një praktikë e tillë është e gabuar dhe e padrejtë.
Në 4 komunët e Veriut furnizimi dhe faturimi nuk kryhet nga Keci, por nga kompania serbe Elektrosever, e licencuar në vitin 2022 si pjesë e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Zyra rregullatorit e energjisë njoftoi se Elektroseveri operon sipas një kontrate të veçantë dhe ka autonomi në përcaktimin e çmimeve për konsumatorët që ajo furnizon. Moti nesër në Serbi do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë, ndërsa nga mesi i ditës në zonat kodrinore dhe malore në lindje dhe jug pritet shira të lehtë ose rreshje të shkurtra me bobullima. Temperatura më e ulët e mëngjesit do të jetë nga 4 deri në 13, kurse ajo më e larta ditore nga 23 deri në 27 gradë Celsius.